Atëherë, duke parë parasysh gjendjen e rënduar ditëve të fundit me furnizim me ujë, bashkërisht sot me kryeshefin ekzekutiv të KRU Prishtinës, erdhëm këtu në fabrikën e përpunimit të ujit në Shajkos për parë nga afër situatën, çfarë është dhe cilët janë kapacitetet prodhuese këto ditë. Që është e vërteta, morëm informatë që problematika ka qenë me turbullësiren në shkallë të lartë të ujit dhe tash nga sot po premtohet që ka sinjale pozitive që procesi është ka ecë përpara, edhe po shpresojmë që gradualisht do të vijë deri te normalizimi i furnizimit të ujit për gjithë qytetarët e komunës sonë. Ky problem nuk ka qenë vetëm në Podjevën, ka qenë problem që ka përfshirë gjitha këto komuna, cilat i furnizon KRU Prishtina, prandaj e di që ka qenë ditë të rënda, por po shpresojmë edhe premtimet janë, edhe këtë predispozitat janë pozitive që do të shkohet drejt përmirësimit drastik të gjendjes çfarë ka qenë deri sot. Faleminderit kryeshef që sot bashkë me bashkëpunëtor jemi këtu bashkë edhe na i dha të gjitha këto informacione për arsye se vërtet e kemi ndalë ne atë shqetësim që ne kanë pasur qytetarët gjatë këtyre ditëve. Faleminderit. Që lidhet me furnizimin e ujit. Faleminderit profesor shumë për vizitën. Është e kënaqësi që bashkë me stafin e KRU Prishtinës t'ju njoftojmë lidhur me furnizimin momental që është, po edhe problemet që kemi pasur gjatë 10 ditëve 2 javëve të kaluara. Për fat mirë, që njoftova dhe juve, ajo periudha e vështirë ka kaluar, edhe po shpresojmë që për fat mirë dhe liçenit tash i kanë mbretë, besoj edhe qytetarët po dhe ju e pot që liçenit tash është në kuota maksimale. Kjo na jep një siguri për të ardhmen, mirë po për fat keq gjatë kësaj periudhe kur ka ndodhur mbushja shumë e shpejtë e liçenit, ka ndodhur turbullirat për cilat pajisjet tona nuk kanë qenë të mundshme të punojnë me kapacitete maksimale, po kanë punuar pothuajse me kapacitete minimale, gjë që ka shkaktuar redukimet e ujit në të banorët e Podjevës, për cilët ju jeni kryetar, po edhe për fshatra, sidomos ka qenë redukimet edhe më të larta, po edhe për një pjesë të madhe të Prishtinës dhe qyteteve të tjera. Po shpresojmë që edhe në Bados është gjendja duke përmirësuar, edhe shpresoj që deri në fund të kësaj jave të normalizohet gjendja dhe t'i kthehemi trajtimit maksimal, gjë që i kërkojmë falje për qytetarët që ka ndodhur, por nuk ka ndodhur për shkak të keq menaxhimit apo mos interesimin nga ana jote, por ka qenë faktori natyrë i cili na ka përmirësuar për shkak të turbullirave shumë të larta. Faleminderit edhe na. Faleminderit kryeshef. Faleminderit.